Presidenti Donald Trump ka një plan rezerv për të vendosur tarifa prej 10%. Nëse Gjykata Supreme i rrëzon çështjen, tha të premten drejtori i Këshillit Ekonomik Kombëtar të Shtëpisë së Bardhë, Kevin Hassett, teksa Gjykata e Lartë do të nxjerrë një vendim mbi politikën ekonomike të presidentit që javën e ardhshme. Fakte kryesore. Gjykata Supreme po shqyrton ligjshmërinë e tarifave gjithëpërfshirëse të Trump të vendosura sipas Aktit Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencës, duke përfshirë tarifat e tij të vendosura ndaj Kinës, Meksikës dhe Kanadas, si dhe tarifat e tij të veçanta të ditës së çlirimit ndaj pothuajse të gjitha kombeve të tjera. Nëse gjykata vendos se këto tarifa janë të pavlefshme, Shtëpia e Bardhë ka një plan rezerv që është vërtet i fortë, tha Hassett për Fox Business. Trump do të vendoste menjëherë tarifa prej 10% për të gjithë territorin, sipas seksionit 122 të Aktit të Tregtisë të vitit 1974. I cili u lejon presidentëve të vendosin tarifa deri në 15 për një periudhë 150 ditë, për të zgjidhur çekuilibra tregtar. Trump do të vendosë gjithashtu tarifa më të qëndrueshme sipas statuteve të tjera, të cilat lejojnë detyrime për industri ose vende specifike, tha Hassett, por ato kërkojnë më shumë kohë për t'u zbatuar, kështu që tarifat prej 10 do të ishin një zgjidhje e përkohshme ndërkohë. Plani rezerv vjen ndërsa Trump ka shprehur vazhdimisht alarmin për mundësinë që Gjykata Supreme të përmbysë tarifat e tij, duke cilësuar atë si një kërcënim ekzistencial për ekonominë amerikane dhe duke pretenduar se do të shkojë në fer, nëse gjykata vendos kundër tij. Kevin Hassett tha se administrata është shumë e bindur se Gjykata Supreme do të marrë anën tonë, edhe pse gjyqtarët sinjalizuan gjatë argumenteve verbale në nëntor se ishin skeptik ndaj tarifave gjithëpërfshirëse të presidentit. Kur do të vendosë Gjykata Supreme për tarifat? E paqartë, ata nuk njoftojnë se kur do të dalin vendime specifike, por është e mundur që vendimi për tarifa të dalë të martën. Vendimi do të dalë në një moment para se të përfundojë mandati i gjykatës në fund të qershorit. Çfarë nuk di mende? Nëse Gjykata Supreme i heq tarifat e Trump, është ende e paqartë se çfarë do të ndodhë me tarifat që tashmë janë paguar nga kompanitë. Më shumë se 1000 kompani kanë ngritur tashmë padi parandaluese duke i kërkuar qeverisë të rimbursojë tarifat që kanë paguar, nëse Gjykata Supreme përcakton se ato nuk kanë qenë kurrë të ligjshme. Është ende e mundur që gjykata të përcaktojë se tarifat janë të paligjshme, por vetëm të zbatojë vendimin në të ardhmen dhe të thotë se qeveria mund të mbajë paratë që kanë mbledhur tashmë në tarifa para se të dilte vendimi. Trump i ka bërë tarifat pjesën qendrore të agjendës së tij ekonomike, duke vendosur detyrime gjithëpërfshirëse pavarësisht paralajmërimeve nga ekonomistët se duke vepruar kështu do të rriste çmimet për konsumatorët dhe do të dëmtonte ekonominë. Presidenti fillimisht vuri në shënjestër Kanadan, Meksikën dhe Kinën me tarifa pasi mori detyrën, përpara se të vendoste më shumë tarifa për importet në pothuajse të gjitha vendet e tjera në një aktivitet të ditës së çlirimit në prill. Këto tarifa nuk hynë në fuqi të plot deri në gusht, pasi administrata tërhoqi politikën pasi zbatimi fillestar tronditi tregun e aksioneve. Gjykata Supreme mori në konsiderat ligjshmërinë e tarifave të Trump, pasi 2 gjykata më të ulta i rrëzuan ato, duke vendosur se Trump nuk kishte autoritet sipas Këshillit Ekonomik Kombëtar të Shtëpisë së Bardhë për të vendosur tarifa. Këshillit Ekonomik Kombëtar të Shtëpisë së Bardhë u jep presidentëve fuqinë për të vendosur sanksione gjithëpërfshirëse ekonomike gjatë emergjencave kombëtare, por nuk thot asgjë konkretisht për tarifa. Bizneset e vogla dhe shtetet e udhëhequra nga demokratët kanë argumentuar se Trump nuk ka autoritet sipas ligjit për të vendosur tarifa dhe, edhe nëse i ka, nuk ka një emergjencë kombëtare që justifikon politikën në shkallë të gjerë. Po të majtët harojnë ose mbyllin syt përballë borxhit publik që i kanë lënë në kurriz taksapaguesit amerikan. Bota po ndryshon dhe ndryshimin po e sjell Trump. Mast Channel. Please subscribe.